Shqipëri. Te do tatunim, doja që si në fund. Është 24 dhe unë do nisem për Shqipëri. Erdhe një moment i mujt ku unë iki në Shqipëri dhe do iki në punë një herë para se me ik në Shqipëri. Djegim për herë në fundit të vlogët dhe pastaj do ikim në punë, se make-upin do e bëj kur të jem në punë, se s'kam kohë. Jam super e bardhë. Wow. Shikojmë herë se si duken nga mrapa. Si duken? Zonë pra. Mos gaboj, kjo është e 10-ta herë që unë po iki në Shqipëri dhe mendoj se jam bë mjeshtër e valizheve të vogla, se këtu kemi diku tek 5 outfite për 2 ditë gjys. Po shtyr këtë valizhen time dhe këtu kemi dhe drekën. Ndose që pikët i shifni se janë kështu si marimongë. Vështirë është mos me i pa në fakt. Tani po bëj bazën time super natyrale, edhe pse nuk është, domethënë po përdor 1000 produkte, por që të duket sa më natyrale. E keni kuptuar. Our passenger princess te makina ime. Kemi kushërinën time Mercida edhe tani do ikim te aeroport. Kjo do jetë shëruesa ime për këto 3 ditë bashkë. 2 ditë gjysmë më mirë. Për fundjavë në Shqipëri, po para gjuh lek, para se më ik në Shqipëri nuk e lej, kështu që kam ditë një palë syze. Si duke më njerëz? A duke më kështu si vite? Këtu jemi në avion tani, kështu që shifemi në Shqipëri.